Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri për Politikë Sociale, Demografi dhe Rini në Maqedoninë e Veriut nga radhët e vlen Fatmir Limani nuk e përjashtoi mundësinë që të jetë kandidat për kryetar i komunës në Kërçov në zgjedhjet lokale në Vjeshtë. Limani tha se emri i tij është pjesë e anketave që po zhvillohen. Emri im është duke u anketuar, është pjesë përbërëse anketave dhe nga pala tjetër e opozitës nuk e përjashtoi këtë mundësi, por të gjithë e dim se as Kërçova dhe as një komunë tjetër nuk janë dëshirë e jona personale, por është një realitet i bazuar mbi kërkesën dhe nevojat e qytetarëve. Ashtu siç të vendoset, ashtu edhe do të pronësohemi në fund. Tha ministri për Politikë Sociale Fatmir Limani. Bashkimi Demokratik për Integrim reagoi ndaj ministrit për Integrim Evropian Orhan Mytezani duke kritikuar për një fushat negative të ndërmarrë ndaj komisioneres për zgjerim të Bashkimit Evropian Marta Kos. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut thekson se nuk duhet të lejojë që deklarata e komisioneres se identiteti nuk është çështje e kushteve politike, por thelbi i dinjitetit njerëzor dhe shprehje e veçantisë së tij të kthej në objekt fushate e urrejtjes. Sipas BDI-s, është tronditse që ministri për Integrim Evropian nuk e patë arsyeshme të mbrojë publikisht këtë qendrim. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Mickovski deklaroi se temat politike që lidhen me numra dhe përqindje kanë mbaruar, ndërsa tani duhet të vendosim se çfarë duam. Është një drejtë e fituar dhe ka mbaruar, tha kryeministri Istra Mickovski në përgjigje të pyetjes në lidhje me fjalimin e tij në Kuvend, kur përmendi mundësinë e kryerjes së një regjistrimi elektronik të popullsisë. Ne kemi nevojë për numra real për të ditur se si ta zhvillojmë vendin. Kur përmenda regjistrimin elektronik, e përmenda atë bazuar në një pyetje nga një antar i Parlamentit të Maqedonisë, që erdhi si rezultati i vendimit të gjykatës kushtetuese për të anulluar metodologjinë e përdorur në regjistrimin e fundit, tha Istra Mickovski, kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri në detyrë i Kosovës thotë se është i gatshëm për bisedime me partitë e tjera politike për konstituimin e Kuvendit. Pas takimit me presidenten e Republikës Vjosa Osmani, Albin Kurti deklaroi se janë duke u zhvilluar përpjekje intensive në përputhje me aktgjykimin e fundit të gjykatës kushtetuese. Ai theksoi se janë të përkushtuar për të realizuar këtë proces përmes bashkëpunimit dhe konsultimeve. Afatet po rrjedhin në javën e fundit të korrikut. Duhet që ta kemi konstituimin e legjislaturës së 9. Do të bëjmë çmos që në frymën e bashkëpunimit me konsultime të dendura konstruktive dhe gjithashtu me idenë e konsenzusit apo kompromisit ta realizojmë këtë gjë në mënyrë që më pastaj të kalojmë tek formimi i qeverisë së re. Albin Kurti njoftoi se gjatë takimit është diskutuar për gjithë elementet përbërës të procesit dhe theksoi rëndësinë e vijimit të takimeve me përfaqësuesit e tjerë politik. Diskutuam gjëra gjatë, i përmendëm të gjitha elementet përbërëse dhe tash zonja presidente do të ketë takime edhe me përfaqësuesit e partive të tjera politike e mbase në fund do të mund shohemi se a kemi bërë përparim, sa kemi bërë përparim dhe sa është i mjaftueshëm një përparim. Presidenti i Serbisë kritikon vendimin e qeverisë në Prishtinë për ndërtimin e urave të reja televizjes ndërmjet Mitrovicës Veriut dhe jugut mbi Luminibër. Aleksandar Vučić tha se Beogradi zyrtar ka bërë ankesë zyrtare tek fuqitë perëndimore. Vučić thoi se të gjithë tani duhet të bashkohen për të ruajtur popullin serb në Kosovë. Ushtarët shqiptar dhe austriak përfunduan dislokimin në Kosovë në kuadër të KFOR-it. Sipas tyre, forca e rezervë përforcon aftësitë operacionale dhe gatishmërinë e KFOR-it për çdo skenar të mundshëm. Rotacioni i trupave ndihmon që ato të mbeten të përqendruara dhe të trajnuara mirë, në mënyrë që të përmbushin mandatin afatgjatë të Kombeve të Bashkuara të KFOR-it bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të vitit 1999, thuhet në njoftimin e KFOR-it. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.